Gjergje Lezalia. Trim bitrima kishin gjithmonë Gjergje Lezalia. Vite i kishte dalë zot rollit të parë. Ja kish mbrojtur nderin, kish luftuar me tophuz e shpat kundër armiqve të derdhur, këtej nga deti e nga toka, për të shkelur vendin, për të dhënuar e zhveshur. E të gjithë këta armiq, Gjergje Lezalia i kishte shtrirë për tokë, pa frymë. Por në luftrat e shumta me dhunonjës të shumë, trimin kishte marrë 9 plagë në 7, dhe tani kish 9 vjet që dergjej në kull. Aty e kishin haruar të gjithë, dhe e kishin lënë në dorë të fatit. Nuk e kish haruar vetëm e motra që i rinte ditë e natë mbi krye. I lante plagët me ujë të gurës 9 vjeç. Ja shplante me lotët e syve të saj, i trete gjakun në flokët e ballit. 7 ja lidhte me shamin e nënës, ja hieshonte me petkat e moçme të tatës. Armët e brezit ja rendiste mbi krye, sepse kur i shihte armët pranë pas Gjergji, e dinte zemrën e të ngrohtë. I ngjalli një fije shprese. Ai duronte si burr dhembjet e plagëve kur i ndëronte motra shtatin. Vetëm një dhimbje nuk e dëronte dot Gjergji. Dhembjen për motrën e dashur që varrosi si gjalli pranë tij në kullën e lartë, që t'i mjekonte plagët të përkujdesesh për të. Kjo dhimbje e shtrinte Gjergjin si të vdekur pa frymë. E motra e Gjergjis kish pasur kur çast e gëzimi. Dërsa shoqet e saj gëzonin rinin e tyre, kishin dashuruar, ishin martuar, kishin lindur fëmijë, ajo rrinte gjithë një mbyllur në kull pranë Gjergjit të sëmurë. Kështu kaluan 9 vjet. Vitin e 9, u hape mori dhen fjala gjë më madhe, se kishte dalë nga balozi. Vitin e 9, u hap e mori dhen fjala gjë më madhe, se kishte dalë nga deti një balozi zi. Trim i fort e i prapë, më i lig nga të gjithë balozët e tjerë që kishin shkelur gjërat herë trullin tonë. Ky balozi prapë i kish hedhur vendit një renjë të rëndë. Çdo derë t'i jepte një dash të pjekur, çdo vatër t'i dërgonte një vash të njohur. Balozi vriste ditë për ditë, diqte javë për javë një krahi. Kishte varë kaq kreshnik, se tani askush s'kish zemër t'i dilte përpara e t'i priste hovin, sepse topuzi i tij ishte shumë i rëndë, shpata e tij ishte shumë e brehtë dhe heshta e tij e përshkonte tepërtej shtatin e kreshnikut. Kështu tër vendi lëngonte në thundrën e tij. Gjergje Lezalia s'dinte që ai dergjej në shtrat si i vdekur, i pakallur në varr. Askush s'vinte t'i qante brengën e t'i kërkonte ndihmë, sepse e dinte se s'ngrihej dot që të dilte as te pragu i derës. Kur i ardhi radha shtëpisë së Gjergjit, që t'i jepte bajlozit harraçin, dashin e pjekur dhe motrën, kjo, motra, qau me lot u ankua dhe nën. O vëlla, po qysh na haroi në mortja e s'na mori? Nëna e tata kalben të vdekur në blirë, 7 i vllait tim kalbet si gjalli brenda në shtëpi, 7 i motrës po të bjerë në duart e balozit të zi. Pse vallë s'shembet kjo kullë të na zër brenda të vdekur? Pse s'bëhet gërmadh kjo shtëpia jo? Vdekja është më ëmbël moje zezanën, se sa jeta pa nder. Atëherë Gjergji u zgjua. Shikoi përreth e s'dinte ç'kish ndodhur.
Kish njerëzi që lagur ftyra dhe i kish pandehur se kullaj që rënuar kaq shumë sa i shtinte shiu në mren. Zemra ju bë dy copë. Shikoi motrën 2 vjalotë që përshkruar në faqet e tretë, dhe nga pikëllimi mallkoi kullën. Hejon zifsh moj kulla ime, të mbloft fund e krye lëmashku. Pas banor brevën e gjarprit. Si më lëshove ti ka shpejt pika dhe shiut brenda në shtrat. Motra ja fshiu me dorë të derdhur lodhët e i tha. Jo, more, vëlla. Nuk bie shi jashtë dhe nuk pikon që atje e kullës. Tu të kanë lodhur forët lagët e shtratit dhe shkretia, prandaj s'di që flet. Sytë e mi pikojnë në lotë, vëlla. Atëherë Gjergji i shtrëngoi dorën me atë pëllëmbën e thatë. I lëmoi ëmbël fytyrën, e shikoi me ata sytë e mallit dhe i foli me zjarr, si nuk kish folur kurrë. Pse qanë, moj motër? Pse ma thyen kaq fort zemrën? Shtati im ka 9 vit që po kalbet së gjallë. Në këta 9 vjet Gjergji yt s'ka pasur kur pushimin, e ka fërfjellur gjithnjë si ai gjethi i ahut në faqe të shullërit. Vall, as ke pasur të hashe të pish në këta 9 vjet. As të kam mbajtur ty vëllai më të veshur e të mbathur. A të ka rënduar ndonjëherë me fjalë? Apo të mërzit vllai e të ka lindur dëshira të martohesh e të braktisësh? Atëherë motra i mori dorën, e shpuri në pallin e saj dhe ju përgjigj buku. No, vëlla. Kaq fort të pas ka mërzitur ty vuajtja që më flet kështu. Hyfsha gjallë në dhe në më shkon mendja të martohen. Granë të pirë kam pasur mjaft, edhe të veshur e të mbathur kam pasur mjaft. Kur s'me ke rënduar në fjalë si sot. Unë ty të kam tatë, të kam vëlla. Po sot, pas Gjergj, dua të qaj një breng të madh. Se nuk të përkëm vallë shtati në këta 9 vjet që të dalësh gjert e pragu i derës? Si nuk u tha motra jote, e thaft vera. Po qështë të doroj unë e zeza turpin që ti i shkoj balozit në derë. Kur dëgjoj këto fjalë, paca Gjergji haroi të 9 plagët e shtatit. I haroi të 9 të dhembjet dhe profi drejt me këmbë sikur të mos pas ke lënguar kur është. I holl i gjatë ashtu si që kishë qënë dikur, trim mbi trima, i thasë motrës. O motër, merë që tani gjogun e luftës se zbrit shpejt në qytet drejt tek në Alban Vëllami. I thuaj të dërgon falë më shëndet Gjergji, ti mbathësh mirë gjogun me të potkojnë hekurit të farkëtuar e thumba Tunxhi, se do të dalë balozit në shesh të burrave. Po s'desh të më mbath gjogun vëllathi, hypi sërish të shkon në derë të në Alban Dashamirit. Vajza i hypi gjogut, nga u shpejt zbriti në qytet shkroi drejt e tek në Alban Vëllami. Puna mbaro në Alban Vëllami. Mbar pac mëj, thashe largët. O vëllam, të dërgon në falem shëndet pas Gjergj, t'ja mbathësh mirë gjogun me potkoj hekurit të fargëtuar e thumba Tunxhi, se do t'i dalë balozit në shesh të burrave. Mirë, po në këta 9 vjet që ku Gjergji ish varosur si gjalli brenda në kull, në Alban Vëllami e kish haruar fare vllazërinë e vjetër. Ai nisi të flasë së prapthi motrës së pas Gjergji. Po të mi falësh, tha, mu i vash ata sytë e ballit. Unë do të shpëtoj Gjergjin të. Do t'ja mbadh mirë gjogun e do t'ja bëj të fluturoj si era.
Motra e Gjergjit ja ktheu me zemërim. Shpo thua ashtu o në Alban, tu thaf të goja. Unë pandeha se pa të ardhur në derë të vllamit, por e shoh se pas kam rënë në derë të Gjypit. Këta dy sy unë ja kam falur një herë për gjithmonë nënës e tatës që kalbin në ndheje, ja kam falur Gjergjit tim që kalbit në atë kull me nën të plagë mbi dhe. Ka që mora motra e Gjergjit në Alban vllami që kishte harruar vëllazërin, dhe i ra kalit e shkoi te në Alban dashamiri. O në Alban dashamiri, të dërgom falem shëndet pas Gjergji. Ti mbadhesh mirë gjokun e botkojnë të farkëtuar me thuma trunxhi, se do të dalë të luftoj me balozin e detit. Në Alban dashamiri si ja bëri fjalën dy, po ja mbathi kalin mirë e bukur si për vete. I thuaj, tha, falem shëndet pas Gjergjit e dal të faqe partë me luftë. Rrofsh e qofshën Alban dashamiri, ja ktheu Basha. Mbërmanet vajza u kthye në shtëpi dhe i gjeti Gjergjin tek o priste në hije të Blirit, i veshur e i mbathur me armët prapë. Ai kish poshtur në dhembjen e shtratit për të ruajtur nderin e shtëpisë se vetë e të gjithë vendit për ahmarrje. Ç'bëri Gjergji Lezalia? I dërgoi falem shëndet balozit të detit e i tha: Unë s'kam vash për ty o baloz. Desht e vathës nuk i kam majmur për ty. Kam vetëm një motër në shtëpi, por nuk ta jap dot, se s'ka kush mi lidh plagët e shtatit. Pra të presë dalësh në dy luftim në shesht bora. Kur zuri drita të zbardh maj në të dy Gjergji dhe balozi i detit, dualën kaluar në fush të luftës dhe zund të thumbojnë shoqi i shoqin me fjalë. Balozi i zhvesh me parzmore të rënda hekur, e kishte vënë në kokë për krenare që li. Ishte armatosur me topuz të rënd e me shpatë të gjatë. Edhe kalin e kish ngarkuar me pllaka e hekur, tundej dheu sapo u shkelte. Sapo e pa Gjergjin fort të tretur, kaluar mbi gjog, balozi qeshi me të madhe e thiri: Nga vari që ngë gritur o Gjergj, pse më ke nxjerr kot për e burr në fushë të luftës? A nuk di ti se mua më thon baloz deti? Unë kam shëmbur nga kali shumë kreshnik i kam dërguar në botën tjetër, ty do të shëm me gishtin e vogël. Gjergji e pa dhe ja ktheu bukur. Mirë po thua, o baloz, të lumt goja. Vërtet unë kam 9 vjet që kam marrë udhën e varit. Se kam 9 plagë në shtatë, po pa ardhur ende në var, më ktheve prapë. Sepse ti më ke kërkuar motra përpara se të më kërkosh dy luftimi. Ke kërkuar berat përpara se të kërkosh barin. Unë kam ardhur këtu të tregoj se ç'na thot kanuni të parëve, të mos lëshojmë gjënë përpara se të lëshojmë armët, të mos i japim kurrë motrat balozit përpara se të pritemi me shpatë në shesht e luftës. Ndani, bëhu gati baloz, se të ka ardhur dita e fundit. Këtu i thon Gjergji Lezalia. I lëshuan kuaj me vrap në fushën e luftës tym e tym. Balozi prap i mori në shenjë pari dhe ja hodhi topuz. Gjogu i Gjergjit përpuli të dy gjunjët dhe ul topuzi i rënd i balozit, kështu i fluturoi Gjergjin mbi krye dhe u ngul tutje 12 pash thellë në lëndin. Pluri u ngrit 12 pash lart. Kur i ardhi radha Gjergjit, e hodhi bukur topuzin e vet dhe i qelloi balozin në shtek të ballit. Balozi u përkul e u gremisi vdekur. Kur u gremis, u tund tër fusha. Kali mori aratin. Gjergji nxori me njëherë shpatën e mbrektë dhe ja ndau kryt nga trungu. Kryet ja vari në mollë të shalës, trungun ja hoqi zvarën për këmbë në përfush, e sferash e drizash dhe ja hodhi në një kru. Gjaku i balozit zi, rodhi në përrua, ziu gjithë lumin, 3 vjet resht vendi rreth e qark ndërmoi erë kë.
Si e vrau balozin e zi, trimi u kthye fitimtar në shtëpi, mblodhi gjithë shokët e i tha: Pa dëgjoni o shokët e mi. Fali ju qofsha kullat e mia, fali ju qofshin të gjithë paret e mia, fali ju qoftë gjithë malli e gjerej. Amanet motrën e Gjergjeles Alis. Dhe trimi u hodh të përqaftoi motër zezën që priste me gëzim. Të dyve zemrat u pushuan për një herësh. Vëlla e motër ranë për dhe të vdekur. Vdekje më të lehtë, edhe më të ëmbël, si shpar kur. Shokët i vajtuan me gjëm të madhe. Hapën pastaj një varë të gjerë sa ti nxerë të dy vëlla e motër të përqafuar. Varin e rrethuan me një muran të bukur që të mos haroj kur sa shumë e kishte dashur motra vëllan e sa shumë e kishte dashur vëllai motrën. Të mos harohet trimi i madh Gjergjeles Alia që mbrojtën derin e vet të shtëpisë dhe që shpëtoi vendin nga dhunat e balozit të zi. Mbi krye shokët mbollën atyre të dyve një bli të bukur. Atje pushon nga hera zogu i verës. Kur nisi të dushkohet mali, qyqja qëndroi mbi muranën e varit të ri, se gjeti blirin të tharë, fluturoi mbi sarajet e zeza dhe gjeti tërë kulmin të shembur për dhe. Atëherë zuri vend në një dritare e i tha me përbetim shtektari që shkonte udhës: Dëgjoj, o shtektari i malit. Në qofsh duke kënduar kur të afrohesh kësajane, pushoje këngën tënde. Në qofsh duke qarë kur të afrohesh kësajane, shtoj edhe më shumë vajin e gjëmën. Unë kërkova bjeshk më bjeshk, verova vëri më vëri, mjerova shtëpi pas shtëpie, po kur kund nuk e pash një trim si Gjergjeles Alia. Të gjithë shkuan e vanë. Gjergjeles Alia vdiq, motra e dhemshur vdiq, kulla e lartë u shem, edhe murana e varit s'njihet, as kulla e dikushme. Po doli kënga që shkon si një yll drite në përshekuj për të kënduar trimërinë e vllait dhe dashurinë e motrës, fismërinë e shpirtit të madh shqiptar. Dhe kënga nuk vdes kurrë.